Tash dëmi tjetër që është shumë i madhë këtu, këta e kanë ble grurin me këtë çmim, pastaj është dashur ta paguajnë transportin deri në Durrës, pastaj nga Durrësi ta paguajnë transportin deri në Kosovë, pastaj ta paguajnë edhe depon ku do të ruheshin. Ndërkohë nga Emsillosi kanë pas ofertë që gjithë transportin dhe ruajtjen e rezervave shtetënore t'i bëjnë pa para, pra vetëm çmimin e blerjes. Por nuk kanë dalë. Edhe kjo konstatohet? Është këtu, është e konstatuar këtu. Për krejt këto është informuar Albin Kurti, sepse ai ka ndërmarrë vendime të cilat unë besoj që e bëjmë përgjes penalisht, ndonë se nuk është në akt akuzë deri tash, se ai deri tash, unë po them deri tash. Ai ka ndërmarrë këto veprime dhe ai është përgjes për këtë krim që ka ndodhur me rezervat shtetënore dhe me vjedhjen e 3